Artan Hoxha njihet si një nga gazetarët që nuk ka frikë ta thotë të vërtetën dhe shpesh ka trazuar dhe urat e politikës, duke publikuar materiale që prokuroria i ka klasifikuar si sekrete. Kur në një studio televizive, Hoxha tregoi me zë dhe figurë dëshminë e një shtetasi italian, i cili ishte implikuar me një ministër shqiptar në tregti të palishme. Forcat policore rrethuan televizionin dhe bën shoqërimin e menjëhershëm të gazetarit në prokurori, pasi ky veprim u cilësua nxjerrje e sekretit hetimor. Megjithse kjo është pjesë e punës së tij, gazetari pranon se nuk kanë qenë të pakta rastet kur ai ka vënë në vështirësi bashkëshorten, sepse ka patur raste që ajo nuk e dinte se ku ndodhej, për më tepër nuk mund ta kontaktonte dot. Hoxha tha: "E kam vënë disa herë në vështirësi bashkëshorten. Madje ka patur momente që ajo ka njoftuar policin se nuk e dinte ku ndodhesha unë. Më është dashur të takoj njerëz që kanë qenë shumë të kërkuar nga policia. Pranoja të shkoja, por nuk duhet të kapeshin ato kur isha unë atje. Të mos isha unë njeriu që do të bëja të mundur kapjen e tyre. Në të kundërt, do të humbja besimin te burimet e mia. E në këto raste, nuk lejohej të mbaja telefonin me vete për çështje sigurie. Por kur vjen puna te tani, duket se bashkëshortja e tij nuk fal, dhe kjo u pa qartë nga mënyra se si foli Eni Vasilit, e cila e kishte ftuar në emision gazetarin." Artan Hoxha ishte përfshirë në një debat me ish-kryeministin Sali Berisha, ndërkohë që gruaja e Tanit u shpreh se Eni Vasili ishte e njëanshme në debat dhe nuk e la me kaq, por e etiketoi gazetarin si fyçk. Ajo shkroi: "Eni Vasili ishte fiks në rolin e saj të fyçkës." Por kush është gruaja e Artan Hoxhës? Ajo quhet Nevila Islami dhe është dashuria e madhe e gazetarit. Tani me Nevilën kanë një të përbashkët, të dy janë gazetar. Nevila ka punuar në radio televizionin shqiptar, por ndryshe nga Tani, ajo merret me tema sociale dhe jo të kronikës. Nëse shihni një burrë të fortë, të jeni të sigurt që pas tij qëndron një grua që mbështet, dhe nga kjo nuk bën përjashtim as gazetari. Ai u shpreh se Nevila është mbështetja e tij më e fortë në jetën personale dhe profesionale. Nevila Islami ka zgjedhur të qëndrojë larg kamerave, po jo larg betejave të Tanit. Nga prapaskena, ajo është forca më e madhe e gazetarit. Po ju, çfarë mendimi keni për gazetarin Artan Hoxha? Mund të lini mendimin tuaj në komente.